ku është në Prishtinë. Dea, ku ndodhesh dhe cili është lajmi i fundit që na sjell? Përshëndetje Kaltrin dhe pushtrim për juve në shtot ju dhe për të gjithë shikuesit e televizionit duke qenë kësaj here për e mbuham nga periferia e kryeqytetit, saktësisht në pjesën e Matiqanit, tek rruga që të shpihen tek fshati Butoc, aty ku sot është gjetur një foshnjë bashkënia jete në një qese të zezë, rreth orës 10:30 të mëngjesit. Një kalimtar rasti, dhe të vërtet ashtu është raportuar, por nuk dihet nëse ka qenë kalimtar apo saktësisht një punëtor i kompanive që operon këtu, që ka rastisur në një qese të zezë, të cilën është afruar për ta parë në të kishte hasur në një foshnjë të pajet, kur edhe kishte lajmëruar organet e rendit për të ardhur këtu. Kur kemi arritur ne këtu, ka qenë pikërisht koha kur policia e Kosovës, njëkohësisht me një ekip të mjekësisë ligjore, është larguar nga vendi i ngjarjes, pasi ka tërhequr trupin e pajet. Në ndërkohë, tek pjesa ku është gjetur foshnja e ndjer, është kryesisht një deponi mbeturine, është në periferinë e qytetit, ku këtu ka qenë duke operuar një kompani private. Siç e shihni pjesën, është pikërisht këtu momenti kur operatori ka ndaluar së punuari, atëherë kur policia e Kosovës ka arritur në vend ngjarje. Ende nuk dihet ndonjë person i dyshuar kush mund ta ketë lënë këtu apo identitet. Megjithatë, prokuroria themelore ka nisur hetimet për të zbardhur rastin. Kaq është ajo që tani për tani mund t'ju ofroj nga kjo lidhje direkte. Dea, faleminderit shumë. Në rast se ke ndonjë informacion shtesë në lidhje me këtë ngjarje, të lutem që të kërkosh lidhjen prapë. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Fort i këndshëm në këtë mesditë, shikues të nderuar, mirë po këto ngjarje të trishta